Kur ti je i bindur dhe e mëson lëndën e akides, të gjitha adhurimet tuaja ja kushton vetëm Allahut të lartësuar. Po ashtu, kur zë vend në zemrën tënde, njohja Allahut të lartësuar, dhe zë vend mësimi me themel i akides së pastër dhe të saktë të muslimanit, ti do të jesh shumë komod, do të jesh shumë rahat dhe shumë krenar që i takon kësaj feje. Dhe kimi rujt këtë begati me gjën më të çmueshme që e ke. Dhe kimi rujt dhe nuk kimi vendos në rrezik, nga se e din që shpëtimin dhe arritjen e fitores së xhenetit, respektivisht shpëtimin nga zjarri i xhehenemit, varet nga akidja. Kur ti e mëson këtë land, gjurmët e kësaj akide të pastër të muslimanit, kanë me ta ngrit imanin, nga se ti nuk ndodh me dal për shtëpisë tënde, apo të vështrosh në kozmos, vetëm se ki me pas që çdo gjë në kozmos për krijesave të Allahut të lartësuar dëshmon për njëshmërinë e Allahut të lartësuar. Kur ti e njeh Zotin tënd, kimi dasht. Kur ti e njeh Zotin tënd, do të jetë më i dashurit. Do të jetë që ai më së shumti që ja ki frikën, dhe do të jetë ai që më së shumti shpreson. Kur ti e njeh Allahun e lartësuar përmes lëndës së akides, kur ti e njeh Allahun e lartësuar përmes lëndës së akides, jeta jote ka më marrë kuptim. Se e din maslina, cili është synimi për të cilin Allahu i lartësuar ka sjellën këtë botë. Ka më marrë jeta jote kuptim. Pastaj, kur ti fillon me adhuru Allahun e lartësuar, dhe e njeh Allahun e lartësuar përmes emrave të tij, dhe i njeh kategoritë e tauhidit, dhe i njeh shtyllat e imanit, dhe argumentet e tyre, atëherë zemra jote do të jetë zemër e shëndosh. Dhe vetëm kështu arrijim me dalë tek Allahu i lartësuar shpëtimtar. Nga sa Allah i lartësuar thotë: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Në ditën e gjykimit, nuk do të bën dobi as pasuria as fëmia. Njeriu më së shumti e lyp krenarinë e tij tek pasunia edhe tek pasardhësit e tij. E Allahu i lartësuar po t'i mohon këto dy gjëra, që në ditën e gjykimit këto çështje mos i llogarit, se këto nuk kanë me kry dobi. S'ka me të kry punë tek Allahu i lartësuar. Kush ka me të kry punë? Ka me të kry ai që i vjen Allahut të lartësuar me zemër të pastër. E cila është ajo zemër e pastër? Është ajo e cila është e instaluar në to akidja e pastër e muslimanit. Akidja e saktë, akidja të cilën e ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe me të cilën i ka edukuar sahabët. E atë akide të cilën na kanë përcjell sahabët, tabiinët e deri tek ne që kanë vënë e pastër dhe ruajtur, ashtu siç Allahu i lartësuar ka garantuar për rritjen e